Të nderuar dhe shumë të respektuar zjarfikës efektiv të forcat armatosura, drejtues të bashkive dhe të emergjencave civile, si edhe miq të Firefighters Without Borders. Thank you so much for being here with us. We appreciate it a lot. Dhe faleminderit edhe të gjithëve ju. Dhe dua ta nis këtë fjalë duke kujtuar që teksa ne jemi këtu të mbledhur në këtë hangar të helikopterëve në Francë dhe në Spanjë, mbi 320.000 njerëz i kanë lënë shtëpitë e tyre deri mbrëm. Dhe vetëm në orët e fundit 55.000 banor janë evakuar nga zona përreth Bordeaux, ku flakët kanë hyrë deri në përlagjet e periferisë. Në Spanjë, 60.000 njerëz kanë ikur nga zjarri në Sierra Oeste, që thuhet se është zjarri më i rëndë që ka njohur ndonjëherë Madridi në historinë e vet. Dhe vetëm në Francë, vetëm në territorin e Girondes, hektarët e djegur kanë kaluar shifrën 200.000. Një sipërfaqe sa për të krijuar një ide më e madhe se sa Bashkia e Tiranës. Kolegët tuaj francez dhe spanjoll janë në një front ferri prej ditësh. Jam i bindur që i keni parë të nxirr nga bloza të shtrirë për tokë buzrrugës me kokat e mbështetura mbi helmeta në pamje të paimagjinueshme të sakrificës njerëzore në shërbim të jetës dhe të natyrës. Dhe po ashtu unë jam i bindur që askush nga ju që i jeni përkushtuar këtij profesioni nuk i shikon ata si të huaj dhe nuk i sheh ato lajme si lajme nga bota. Sepse ajo është pamja e një lufte të përbashkët, në një klimë të përbashkët, gjatë sezonit të një vere të përbashkët. Dhe kur sheh qindra mijëra njerëz që ikin të lemerisur me çfarë ju gjendet mundësia të marrin e përduar, është njësoj si kur të shohësh njerëzit tanë për shkak se rreziku dhe sfida është e njëjtë. Prandaj unë dua që edhe me lejen tuaj nga kjo sallë t'ju përcjell një shprehje të solidariteti të gjithë kolegëve tuaj në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën, fal jush, dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet, të japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe të përgjigjemi në rast se na kërkohet, siç jemi përgjigjur edhe vjet, edhe par vjet, edhe më parë kur fëmijët tanë kanë qenë
në hall të madh dhe siç na janë përgjigjur edhe miqt europian edhe fqinjët tanë kur ne kemi qenë në të njëjtin hall. Sepse zjarri nuk njeh kufi, siç e dini ju më mirë, por edhe solidariteti i njerëzve që luftojnë kundër zjarrit nuk njeh kufi. Dhe këtu kemi një shembull kuptimplot të prekshëm të miqve të Firefighters Without Borders, të cilët janë këtu nga Kanadaja. Dhe dua t'i falenderoj në mënyrë të posaçme sepse fal edhe një bashkëpunimi me njerëz tanët në Kanada, ne kemi një lidhje të fortë dhe ata nuk janë kursyer dhe nuk kursehen, duke ardhur këtu të pranishëm dhe duke trajnuar njerëzit tanë në përbashki. Dhe ajo që i sjell këtu nga Kanadaja është pikërisht ajo që i bën bashk psikologjikisht të gjithë njerëzit që luftojnë me zjarrin kudo qofshin në Europë apo në çdo kontinent. Dhe sot jemi të qartë të gjithë që zjarret e mëdha nuk janë më një përjashtim për i një vendi apo i një vere të keqe. Janë rregulli i një klime që përfundimisht ka ndryshuar dhe ajo që po ndodh këto ditë në Francë dhe në Spanjë nuk është diçka që na bën të pyesim po a mund të ndodh edhe tek ne, por vetëm të pyesim sa të përgatitur jemi kur të ndodh. Natyrisht në proporcione të tjera, por patjetër që Shqipëria është shumë më e vogël dhe nuk ka luksin të humbasi asnjë hektar pyll. Dhe gjithçka që kemi bërë këtë vit ka qenë pikërisht përgatitja. Është njësoj si një skuadër që përgatitet për kampionatin botëror në verë, duke u stërvitur gjatë gjithë vitit. Dhe ky sezon do të jetë një provë për çfarë jemi përpjekur të përmirësojmë, çfarë jemi përpjekur të përgatisim për të pasur një performancë më të mirë dhe çfarë jemi përpjekur të organizojmë për të qenë një trup i vetëm, pavarësisht se në këtë ushtrim bashkohen trupa të ndryshme nga pushteti qendror te pushteti vendor, këtu janë dhe një pjesë sekretarët bashkive, nga forcat armatosura te policia e shtetit, tek emergjenca civile dhe patjetër tek shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit, qoftë në qendër, qoftë në territor. Dhe kjo provë kërkon përgatitje dhe sa më pak improvizim. Kërkon disiplinë, kërkon koordinim dhe patjetër dhe investim të pandërprerë. Dhe ne këtë kemi bërë, jemi përpjekur. E reja e këtij viti është që Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, i cili vjen nga eksperienca e bashkisë dhe një eksperiencë për hir të vërtetës nga më të suksesshmet edhe në këtë drejtim, ka luajtur rolin e koordinuesit të gjithë këtyre forcave, në ndërkohë që kemi sot në dispozicion kapacitetet teknologjike më të mëdha që kemi pasur ndonjëherë, me 4 helikopter të gatshëm, të cilët në çdo moment të nevoje mund të bëhen 6, sepse helikopteret operacional janë 9, por kanë edhe
misionet të tjera, si misionet e shpëtimit, si misionet për shëndetin, ndërkohë që kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë pronën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti, pasi gjithçka ka përfunduar si procedurë. Megjithatë, ne e dim shumë mirë që në qendër të këtij sistemi nuk janë makinat, nuk janë dronat, të cilët po ashtu do të përdoren në mënyrë specifike me një sistem të ri këtë vit. Janë njerëzit që veshin uniformën, janë njerëzit që dalin në terren pa pyetur për orarin, për temperaturat apo dhe për rrezikun. Dhe pas çdo njërit prej jush ka njerëz në shtëpi që presin në ankth telefonatën që çdo gjë shkojë mirë. Ka një nën, ka një bashkëshorte, ka një baba, një vlla, 2-3 fëmijë që çdo mëngjes thonë kujdes, ru, dhe pastaj në çdo moment kur dinë se ju jeni në mes zjarrit, mezi presin të marrin vesh që çdo gjë shkoj mirë. Dhe unë dëshiroj shumë që sonte kur ju të ktheheni në shtëpi, ju thoni atyre që ne ju jemi shumë mirënjohës dhe që një Shqipëri e tërë ju falenderon paraprakisht, duke ditur që ju përsëri do të jeni heronjtë e sezonit veror. Dhe nga ana tjetër dua të dini se kjo nuk është një mirënjohje me fjalë, por është një mirënjohje dhe respekt që ne jemi përpjekur të vazhdojmë të përpiqemi ta shoqërojmë me mbështetje konkrete. Prandaj kemi punuar çdo vit, si edhe këtë vit, kur edhe kapaciteti i zjarrfikseve është rritur dhe do vazhdoj të rritet, për të investuar në logjistik, për të investuar në pajisje, në trajnim, në koordinim, që ju të jeni gjithmonë më të gatshëm deri në detaje profesionalisht. Dhe prandaj do vazhdojmë të investojmë në modernizimin e shërbimit, të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, për kushte më të mira, për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën tuaj. Këtë herë unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë të njëjtën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Kështu që duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjëra të vogla, zjarret nisin nga një cigare hedhur nga makina, zjarret nisin nga një
hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz me çrregullime psikologjike i vën zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë shtetit, puna parandaluese, vëzhgimi në territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, po gjë që ne presim të bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për tu nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarrfiksit është shumë e vështirë se sa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund ndryshojë gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merrni zilën e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet ta dini që në çdo moment kur ju jeni përballë flakëve, ne jemi bashkë me ju, mirënjohës dhe admirues të sakrificës tuaj, e patjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet të bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret, një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit,